Shkoi para kohë në shtëpi që të surprizonte gruan, burri tronditet kur e gjen bashkëshorten e tij, aktoren e njohur turke në shtrat me babain e tij. Aktoria turke Gökçe Bahat, ylli i serialit Kur bien gjethet kohët e fundit, ka folur për dashurinë në një intervistë dhe u ankua se nuk ka fat në këtë drejtim. Por shpejt u shfaqën informacione tronditse për jetën e saj të dashurisë. Në fakt, aktoria u martua me aktorin Ali Sunal 9 vjet më parë dhe lumturia tyre martesore nuk zgjati shumë. Vetëm 7 muaj pasi tha po, aktoria fatale u besoi miqve të ngushtë se nuk ishte i lumtur me Aliun. Ne u martuam nga një dashuri e madhe, por vendosëm të ndahemi sepse u larguam, ka thënë aktoria në atë kohë duke mos zbuluar ndonjë detaj të prishjes martesore. Por e vërteta doli shpejt në dritë. Burime pranë aktores pohojnë se martesa e tyre u prish sepse Ali e kapi gruan e tij në një lidhje dashurie me babain e tij, Kemal Sunal, i cili ndroi jetë disa vjet më vonë. Kemal ishte i njohur si një playboy i shkëlqyer dhe madje Gökçe nuk mundi të rezistonte sharmit të tij. Të dy u futën në një lidhje vetëm disa ditë pasi ai u bë zyrtarisht të vjer i saj. Kishte një tërheqje fatale mes tyre për një kohë të gjatë dhe ajo as nuk mundi të ndalonte faktin që Kemali është 30 vjet më i moshuar dhe sa ai ishte babai i burrit të saj. Zbuloi një burim i afërt me aktoren. Ata e mbajtën sekret romancën e tyre në mënyrë që të mos ndahej familja dhe ishte Ali që e ekspozoi ato, i cili ishte në rrugë ndërsa e dashura e tij ishte duke u argëtuar me babain e tij. Sipas mediave turke, aktori u kthye në shtëpi 2 ditë më parë duke dashur të befasonte gruan e tij, por ai shpejt u befasua vet. Së pari, pasi pa makinën e babait të tij në oborin e shtëpisë së tyre dhe pastaj një tronditje edhe më e madhe ndodhi kur i gjeti të zhveshur në dhomën e ndenjes.